20 qendra të reja pritëse për emigrantët nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza do të ngrihen në Shqipëri gjatë 2 viteve të ardhshme. Me kapacitet nga 100 deri në 410 shtetër, qendra do të ngrihen në qarkun e Korçës, Gjirokastrës dhe Vlorës. Projekt vendimi i miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Konsultativ të Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore parashikon shpërndarje më të balancuar në territor të qendrave të pritjes, ndërsa aktualisht qendra të tilla janë të kufizuara në Gërhot, Kakavi dhe Kapshtic. Sipas relacionit të projekt vendimit, ngritja e qendrave do të bëhet në infrastrukturën ekzistuese publike, hapësirat e braktisura apo truall të lirë, duke garantuar reagim të shpejtë dhe funksional në rast të flukseve migratore. Në Bashkinë Korçë parashikohet të ngrihen të paktën 10 pika akomodimi emergjent. Në Gjirokastër qendrat pritet të ngrihen në ish rezervat shtetërore, ndërsa në Memaliaj pranë stadiumit Karafil Çaushi. Nëpërmjet janë evidentuar Spitali i Qytetit dhe Konviktet që mund të akomodojnë deri në 102 shtetër. Në këtë qark parashikohen të paktën 3 pika të rëndësishme pritjeje. Në Bashkinë Vlorë janë identifikuar disa hapësira si konviktet e qytetës së studentit dhe të shkollës industriale, si dhe objekte si Pallati i Sportit Flamurtari, Shkolla e Marinës dhe zyrat e njësisë administrative Novosel. Plani kombëtar i kontingjencës parashikon shpenzime për paga, shpenzime korrente dhe investime për periudhën 2026-2028, sipas 4 skenarëve të emigracionit dhe emergjencave. Kostoja parashikohet të variojë nga 195.6 milion lek, që është skenari normal, deri në 708.7 milion lek që parashikohet kostoja për ngritjen e qendrave në rast krize.